Ne shohim tretjen tonë, shohim yndyrën tonë, si rje përqendruar, mund të mos përdorim shumë yndyrna, por tretja, përthithja, fermentimi është baza. Kur ne nuk e tresim një ushqim, absolutisht na duhet të shtojmë probiotik, na duhet të shtojmë prebiotik, na duhet të shtojmë ushqime antioksidant. Na e ka dëmtuar mishi i Zorën e Tresh? Mishi skuqur, mishi përpunuar? Ne mbi marrim mish. Njeriu nuk është bërë të marrë 300 gram mish në ditë, 400 gram mish në ditë. Pse? Janë ushqime bazike dhe janë ushqime që pësojnë kalbje brenda zorës tonë. Unë njoh njerëz që konsumojnë edhe 1 kilogram. Absolutisht po. Jam unë një nga ata. Absolutisht po. Por 1 kilogram. 1 kilogram? Ai 1 kilogram. Por varet. Do ta shpjegoj besoj këtë. Varet çfarë aktiviteti ke. Dhe jo vetëm, varet se si shoqëron dhe atë 1 kilogram, por gjithsesi 1 kilogram mish, njeriu nuk është krijuar mish ngrënës. Do të thotë që 1 kilogram mish, sa do të palestroheni, sa do të ushtroheni. Varet edhe me çfarë konsumon. Për shembull, unë ditët që konsumoj vetëm mish, nuk konsumoj asnjë gjë tjetër, as karbohidrat, asnjë gjë. Dua thjesht proteinë të pastër, edhe madje edhe bie nga pesha nga kjo, sepse po, dhe cekëm pak më përpara, do të thotë që nëse ne marrim proteinën shtazore të pastër si proteinë shtazore, tretja është më e lehtë, fermentimi gjithashtu. Por nëse ne e shoqërojmë, ka dalë një mod tani me miellin e misrit. Mielli i misrit ka vlerën glicemike ka më të lartë se çdo gjë. Edhe me gjalp edhe me djathtë. Absolutisht, por kemi edhe një gjë që misri brenda vetes, në moment që kemi lagështi, ose zora lagështi është komponent ushqimor që kërpullizohet, njësoj siç mund të marrim ushqime të tjera që krijojnë kërpulla. Do të thotë që shtojmë insulinë rezistente, shtojmë kandidën, neve jetojmë në inflamacion. Dhe pastaj themi përse kjo rini është në depresion, përse jetojmë në panik ataku, të gjitha bëhen nga dora jonë. Nuk të vjen paniku i atakut nga Perëndia, nuk të vjen as nga shkenca, të vjen thjesht nga çfarë i japim zorës tonë në përditshmëri. Ndërkohë, Emil, te pjesa e mishit, për të rikthyer edhe një herë atje, sa është aktiviteti jot fizik gjatë ditës, pra sa harxhon ti kalori gjatë ditës që përmban, le të themi që e bën atë balancën që edhe konsumon 1 kilogram mish? Po varion, sepse ka ditë që shtoj më shumë kardio, ka ditë që bëj me pesha më të mëdha, edhe varet sa kalori ti harxhon gjatë ditës. Ka ditë për shembull që unë thjesht servis muskujt e vegjël që quhen biceps, triceps, supet, që janë muskuj që nuk kërkojnë shumë energji dhe pa diskutim nuk është se ke nevojë për kaq shumë konsum të lartë të proteinave shtazore. Por në momentin kur ti bën servitje këmbët, për shembull, që është një muskull shumë i madh, pa diskutim që ato duan goxha energji, edhe të marrin proteinë të pastër është akoma më mirë. Domethënë unë jam fare të proteinat që mund të merren, proteinat e jashtme që janë me suplementet, me këto të plur. Edhe në momentin shtesë është ajo, por prap kam rezervat e mia edhe aty, sa aty mund t'i hedhin disa përbërës të tjerë dhe rritet niveli i proteinës artificialisht. Kështu që asnjë nga ne nuk i ka bërë analizat se çfarë ka ajo në të vërtetë. Ne thjesht dim çfarë shkruhet aty në label edhe thjesht e besojmë. Kjo është ajo, se të gjithë thonë që shiko se kjo është e mirë, e pastër, po kush ja ka bërë analizën në të vërtetë asaj proteinës se sa e pastër është ajo? Pra ti zgjedh më mirë ta marrësh natyrale se sa ti besosh. Pa diskutim që po, sepse natyral ti je 100% i bindur sepse ajo proteinë është e saktë. Nëse në label ty një proteinë shtesë do të thotë që është 30 gram, ajo nuk mund të jetë 30 gram, ajo mund të jetë 10 gram, i hedhin disa përbërës të tjerë, edhe niveli i saj shkon artificialisht 30. Një diskutim që ty Adelaida në fakt në rrjetet sociale filloi të marrë pak kohë.